mbetet pikë referimi e lirisë për pikë me peshë shekullore e sakrificës. Ne tash kemi vizion qartë sepse kemi motiv. Në pjedestalin më të lartë të Kanarisë qëndrojnë dëshmorët e rënë për liri. Kuptuam se atë ditë fitoi shpresa mbi frikën e qëndresa e popullit tonë të lehti dhe i stogu i lirë kishte nevojë mandej për angazhim dhe për zhvillim e për ta sjellur ditën ku jemi sot. Liria nuk është mungesë e luftës. Liria është drejtësi, liria është barazi, liria është arsim. Është mundësi dhe është thirrje për të dhënë më shumë. Të mos e privojmë vetëm nga ajo çka e fituam me plot mund. Sepse sot për atyre që luftuan me dhe pa uniformë, për atyre që ranë ndër shtëpisë e në frontin ushtar, për gjallëve të cilët nuk u dorëzuan kurrë, si një nga ju e këtu para jush, ju uroj ditën e shtërimit të historikut. Ky është një moment reflektimi, mirënjohje dhe angazhimi të përbashkët për të ruajtur dhe zhvilluar trashëgiminë e lavdishme që na është lënë nga ata që sakrifikuan gjithçka për lirinë tonë. 20 qershori i vitit 1999 shënon fundin e një periudhe të errët dhe të dhimbshme për popullin tonë. Pas shumë vitesh vuajtjesh, persekutimesh dhe luftimesh, i stogu u çlirua. Ky çlirim nuk ishte vetëm një ngjarje ushtarake, por një triumf i vullnetit të popullit për liri, dinjitet dhe drejtësi.